Tek dega e kontrollit teknik në Korçë gjatë kësaj periudhe janë kryer deri në 80 kontrolle në ditë. Përgjegjësi Artur Make bën të ditur se gjendja e mjeteve në përgjithësi është e mirë, ndërkohë që një zhvillim i rëndësishëm është rritja e ndjeshme e numrit automjeteve elektrike në qytet, duke reflektuar një prirje të re drejt mjeteve më miqësore me mjedisin. Kjo ka sjellë dhe nevojën për përshtatje të shërbimeve të kontrollit teknik me standardet bashkëkohore. Kemi një përmirësim të flotës, pra kemi futjen e mjeteve të reja, me moshë mesatare më të re, gjithashtu kemi edhe futjen e mjeteve elektrike të cilat janë vazhdimisht në rritje, duke parë dhe anët pozitive që kanë mjetet elektrike. Pasi qytetari aplikon në DPShtR për kontrollin e mjeteve siç janë mjetet bujqësore, të cilat janë stacionere, dhe ne shkojmë bëjmë kontrollin e mjeteve atje, që është gjithmonë në ndihmë të qytetarëve. Sipas Makes, rreth 25% e mjeteve nuk arrin të kalojnë kolaudimin për shkak të defekteve të ndryshme teknike. Procedura që kryejmë është nga testi i gazrave, testin e sistemet e amortizimit, frenat dhe pjesën e kontrollit, sistemi i drejtimit, sistemet e ushqimit, të gjitha që kontrollohen janë sipas procedurave. Kemi një ndërgjegjësim të qytetarëve në raport me mirëmbajtjen e mjeteve, pra qytetarët mirë kuptohen kur një mjet i tyre ka probleme, ne i sqarojmë të gjitha dhe ata shkojnë në servis duke bërë shërbimet përkatëse, pra sipas defekteve të konstatuara. Kemi problematika në lidhje me djegjen, pra është gjatë realizimit të testit të gazrave, mjetet të cilat kanë probleme në ciklin e djegjes, ato nuk e kalojnë testin, në sistemin e frenës, sistemin e drejtimit, dritat, pjesa e sinjalistikës. Ndërkohë, procesi i rezervimit online përmes platformës e-Albania ka lehtësuar ndjeshëm procedurat, duke shmangur radhët dhe pritjet e gjata për qytetarët.